هي جنة طاب وطاب نعيمها. وما توفيقي والاعتماد إلا على الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Falëndrimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Vetëm Allahun e falëndrojmë dhe vetëm prej Tij na ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë të cilin e udhëzon Allahu Azza wa Jall s'ka kush që e humb, dhe atë të cilin e humb Allahu s'ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë të gjithë se nuk ka të adhuruar e as nuk e meriton as kush adhurimin përveç se Allahut Azza wa Jall. Dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërgumi I Allahut Azza wa Jall. Pra e lutemi të madhin Allah me emrat e Tij të bukura dhe cilësitë e Tij të larta që të çon bereqet dhe rahmet mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e Tij të pastër, mbi shokët e Tij të ndershëm dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. Amin. I nderuar I xhamat, kam nderin që sot të qëndroj këtu pranë jush disa minuta duke lutur Allahun Azza wa Jall në këtë vend të famshëm, në këtë ditë të bekuar, pranë këtij xhamatit të ndershëm, që Allahu subhanahu wa taala të na jep sinqeritet në atë që e thojmë, edhe juve që jep Allahu bereqet në atë që e ndëgjoni. Është një dert, një gale, të cilën çdo I cili e ka një pjesë ose një grim të imanit e breng ajo. Sepse kështu ka urdhëruar Allahu Azza wa Jall. Neve dhe çdo popull më herët. Ku thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Ne I porositëm ata të cilët ishin para juve, po edhe juve ashtu, një porosi e kishëm. Cila ishte ajo? Le të kemi frikë Allahun Azza wa Jall. Sepse adhurimi bëhet vetëm nëse ne dim të respektojmë Allahun Azza wa Jall. Edhe çdo çështje bëhet me sinqeritet. Përndryshe nuk ka as bereqet e as efekt. Ajo që ka përna breng, pra pasi ne po mundohemi me qenën prej atyre të cilët ja kemi frikën Allahut Azza wa Jall, pra me pas frikë respekt ndaj krijosit ton, po na breng gjunahet apo mëkatet e ditëve të sotit. Dikushi po e shpreh atë pakënaqësi me mlef, dikushi po e shpreh me butësi, dikushi po e shpreh me mbrëndësi. Kryesorja, çdo I cili e ka një grim të imanit është duke breng këtë çështje aktuale e cila është në shoqërinë islame.
Gjithë jemi dëshmitar se martesa është një dhuntia e Allahut. Allahu urdhëroi që njerëzit të martohen, që njerëzit të shumohen, që njerëzit të kënaqen, që njerëzit të jenë të lumtur, që njerëzit të gëzohen e kështu me radhë. Por kurse nuk lejoi që në emër të kënaqësisë, në emër të dinit, në emër të fesë, që të shkelen ato rregullat e dinit Allahut Azza wa Jall. Pra, ato martesa, ato gëzime të shndrohen në hidhime ndaj Allahut Azza wa Jall. Paraprakisht e kuptuat se çka po du të flas. Pra mëkatet të cilët po bëhen në përdarsma. Mëkatet të cilët atë shumë ushtuan kohëve të fundit, atë shumë dulën prej soazave të njerëzimit, mos të i thonë prej soazave të fesë, se besa nuk ka kur gjatë ban darsma e sodit me fen islame. Gradualisht, po i japin edhe një qahit, që është një prej obligimeve të darsmës, po i japin vetëm kahje tradite apo formale. Edhe kjo si del prej asaj rregullore, atëherë ne nuk guxojmë të i thojmë kur gjë që ka të bën me dinin. Pra mëkatet të lloj-llojta. Bile, ajo e cila po na bren është që njerëzit në vend se të garojnë për dinin e Allahut, për ngritjen e tina, për ringjalljen e sunetit, jo, kjo s'po vjen shprehje fare, por po garojnë se kush po e ban më interesant. Pra të baj unë diçka çka hala dikush se ka bën, që unë të jem top tem, se unë filoni biri filonit me bien e filonës e bona një çështje, e bona një gjest, me cilin tash unë u atërheqa vëmendjen gjithë, edhe unë tash jam top tema apo top lista, që po i thënë tash të gjuhën bashkëkohore. Nga mëkatet të cilët po bëhen në darsma janë shumë, të panumërta, por ne i kemi selektu vetëm disa prej tyne. E një prej asajna është harxhimi i tepërt i cili po bëhet në darsëm. Harxhim i pakufit. Pse? Të bëhet darsma jeme sa më interesante. Të bëj diçka se ka bëhen askush atë të cilën e tham pak më herët. Pra, harxhimi i tepërt, qoftë në ushqim, qoftë në veshje, qoftë në ndejet e vola, qoftë në harxhimin e kohës të në mëngjes, edhe kjo është harxhim, se prej nimeteve më të mëdha për besimtarin është koha, që Allahu Azza wa Jall ka po bie për këtë. Na nuk i kushtojmë rëndësi, se po kemi boll për çata. A prej gjëja më të shtrejta për besimtarin është koha, sepse ty me të dhënë rast, një natë me i quën, më u quë dhe mi falë 2 rekate namaz, është kohë shumë e çmuar. Po na atë shumë po kemi kohë që edhe krejve për japi kohë, vetëm kur po vjen puna për me i falë 2 rekate namaz, apo me falë një namaz, po thojmë s'kemi kohë. Pra dhe kjo është prej harxhimeve. Në ushqim, harxhim bëhet i pakufit. Harrojmë se Allahu subhanahu wa taala gjeneratët e mëhershme jo larg te ne, te populli jon, vendet e tona, gjyshtet tonë, nëse i referohemi atyne, do të hasim se ata një kohë e kanë përjetuar, e kanë thonë kështu, bukfal. O Zot, a vjen ndonjëherë koha që të ngihemi me bukë, mos ta kemi dertin e bukës. Gjyshtet e tanë kanë thonë, kur e sigurojshmi bukën për dimnit, edhe ushqimin e kafshëve, ne ishmi më të lumturit për atë stin apo për atë kohë. Ne sot të farës i bojmë llogari hiç. Mirë po, Gjelle Gjelaluhu, lëshon. Sigur që po lëshon ka herë disa popull qerë. Mirë po, kur po vjen puna për me je edukuën Allahu Azza wa Jall, atë shumë mundet me na sprovuan që kemi mall me pa një gojë të bukës, se me hudh nuk vjen shprehje fare. E kjo në darsmat e tona po hudhet me pa kufin. Mirë po harrojmë ne, se nëse e bëjmë një gjatë të tillë, një tepric, qoftë në ushqim,
qoftë në veshje, qoftë në atë, ne i përngjajmë ngjajve. Sepse Allah subhanahu wa ta'ala më shumë se në një ajet thot, Bismillahirrahmanirrahim, ya bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, wa kulu washrabu, wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. O ju bijtë Ademit, zbukuroni, merrni stolitë juaja në çdo xhami, por zbukuroni kur të shkoni në xhami. Jo në tjetër ku në xhami. Dhe hani dhe pini, dhe mos e teproni, sepse Allahu nuk i don ata të cilët e teprojnë. Allahu nuk i don ata të cilët e teprojnë. Sa e sa ushqimi tepër sot hudhet në përmbeturina. Prej darsmave, shko këshini kontinjerët e restoranteve me çka janë të mbushura më shumëti, me gjell dhe buk. Me gjell dhe buk. Pse? Është përdor një herë, s'përdorët për zdyti, ka boll hoq, ka që zoti boll, s'ka problem. Veç mos harrojmë se ai i cili e ka quën është i njëjti i cili mundet edhe ta merr. Prap Allah azza wa jalla thot Kur'an, "Wala tabdhiru tabdhira. Innal mubadhirina kanu ikhwanu shayatin." Pra mos bëni harxime të kota. Mos bëni harxime të kota, sepse harxhuesit, ata të cilët bëjnë harxime të kota, do të jenë vëllezërit e djallit. Innal mubadhirina kanu ikhwanu shayatini. Ata të cilët bëjnë harxime të kota, pra janë vëllezër të shejtanit të mallkuar. Sa e sa harxime të kota sot po bëhen. Atëherë ata atyreve u kohë për hajr vëllazëria me djallin e mallkuar e kështu me radhë. Po ashtu prej veshjeve të tjera, prej harximeve të tjera në darsmat të cilët po bëhen është veshja e pakontrolluar. Qoftë në dokje, qoftë në harxime. E sidomos e potencoj veshjen e muslimankave, për të cilët nuk bëhet darsëm e cila vishet me një veshje, duke thonë se këtë e kam vesh filan darsmën, apo në filan tubimin, edhe tash unë duhet me ble një tjetër, sepse më kanë parë shoqet me këtë fustan, edhe unë nuk guxoj me vesh këtë fustan dy herë. Se më kanë parë shoqet një herë. Edhe çfarë fustani me ble? Një fustan që se ka ble askushit e ritash. Nuk ka në qytetin tonë, e as krye qytet, ndoshta mos po duhet me shku edhe larg dikun, veç me pru një veshje shka hala kur kushi se ka pas tu parnja. Harron e shkreta, se Resulullah sallallahu alaihi wasallam e thot këtë hadith, men lebise thawbu shuhrati fi dunja, elbesehu Allahu thawbe mudhallati yawm al-qiyamati. Kush e vesh një veshje për si e faqësin këtë dunja, Allahu do të vesh me veshje të nënçmimit në ahiret. Ata nuk e kanë veshje modestie, por e kanë veshje krelartësie, të paraqit dhe paraqerave, se unë jam ma e mira e vesh, apo ma kam bli më të shtejti fustan, apo këtë apo atë. Ndodhi një ditë, një debat me njonin, edhe po i them, nuk se filloj ta qorton gryen e vet, thash mos qorto gryen tënde. O hoqta po e teprun, nuk e kanë tepru ato, e keni tepru thash ju, se Allah thot Kur'an, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Burrat janë përgjesa për gratë. Ajo grua thash, nëse është gruaja jote, nuk ka guxu me shku me ble vet. Edhe nëse ka shku me ble vet, nuk e ka ble me parat veta, thash e ka ble me parat tua. Edhe nëse e ka vesh atë fustan, sefte e ka vesh para teje. E po çish po thua që çka me bën? Jo, kjo është dobësia jona, sepse ajo nuk blen çka ti nuk don. Mos ja hudh fajin tjetër kujt. Unë kur faj nuk e hudhi, kur topin se hudhi të tjetër kushi, përderisa nuk fillojmë nga vetëtia jonë. Nuk po du të zgjerohem se koha po kalon, por përderisa nuk marrmi përgjegjësi çdo kushin vetën tonë ta ndryshojmë, nuk ndryshohet e tjetri. Qoftë edhe gjinia femërore apo qoftë edhe njëri më i afërt te ti kanë fjalën tek niqahu apo te gruaja.
Qa me bon? Pra, trego vetën që je burr. Mos jeto për tjerët, jeto për pikës pari për Allahun, e tani mas shkosi mas rregullave dhe suazave të dinit Allahut Azza wa Jall. Pra, prej mëkateve cilët po bëhen në përdarsmat e muslimanëve është që vallahi me emër ndoshta e musliman, ama me doke për fat të keq nuk guxojmë t'ju thoj musliman, sepse me të vërtet nuk kanë të bëjnë asgjë me islamin e kështu me radhë. Në veshje u teprua çdo send. Në veshje u teprua çdo send. Lakurisi, ngushtësi, parfumosje, për ngjashmërimi pa besimtarët, e kështu me radhë. Për krejt këto, Resulullahi sallallahu alaihi wasallam na ka treguën për të gra të cilët vishën në këtë formë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: Sinfani min ahli an-nari lam arahuma qat. Këtë hadith e transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, ku thot: dy lloj të grave nuk i kam parë kurrë. Nisaun kasiyatun ariyat mailatun mumilat. Gra të veshura, por të zhveshura. Edhe ata të cilët janë lakuese në të hecurit, ata të cilët lakohen. Ru'usahunna كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. Gra të cilët kur hecin lakohen, janë të zhveshura, por të zhveshura. Në farveshja formale, këtë qëllimi është veshja formale, komenti i parë. Ndërsa komenti i dytë është të veshura në trup, por të zhveshura me iman. Cili kuptim ta mërsh? Flan. Ru'usahunna ka'asnimat al-bukht al-ma'ila. Kokët e tyre, flokët mbi kokët e tyre i kanë të ngritura sikur sa e gunga e devës dhe e lakuar mbahës. Ki vërejt, kohën e fundit, flokë që bëhen një, nuk di se si i thojnë në gjuhën e tyne, por që ngritën flokët nalt. Pejgamberi alayhis salam pra thot që do të ketë gra prej ummetit tim, të cilët flokët e tyre do të i bëjnë në këtë formë sikur e gunga e devës. Gra të cilët janë nga muslimanët të thonjza, por për ato gra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: la yadkhulna al-jannata wala yajidna rihaha. Pra ata gra nuk do të hyjnë kurrë në xhennet, as nuk do ta shijojnë erën e xhennetit. Nuk do të hyjnë në xhennet, as nuk do ta shijojnë erën e xhennetit. Vetës i thojnë muslimanka, bile, kur po ndëgjoj nga një herë, edhe ai cila po ma shkput zemrën, po mi copton mushkrit, kur po ndëgjoj se para martesës ka qenë embuluar, para martesës ka mësu te hoxha, para martesës ka fal namazin, para martesës ka lexu Kur'anin, ka xhuru Ramazanin, si është martu, pra është civilizu, edhe çka ka bon, atëherë unë u martova, unë dula prej krizës, për mua krizë nuk ka, edhe urdhët tash, le namazin, le Ramazanin, le mbulesën, le Kur'anin, le ata, le këta, edhe në fund thot, unë jam muslimane, wallahi vështira ka të i thëjmë asaj muslimane. Pse? Kështu po thot Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ne ju thëjmë disave, mjaft, edhe mjaft, mos e na lodhët me këtë tolerancë, me cilën po thëjmë çka po t'intereson kjo, çka po t'intereson ajo. O vlla, nëse nuk kemi ne, ni ka qenë lloj xhelozie në zemrat e tona, që ta arrujmë këtë popull, kush do ta arrujë neve këtë popull? Ter kur do të shkojnë mëkatet, ter kur i kanë qitë kufit të njerëz? A kanë pak frikën në Allahun azza wa jalla jo? A pe llogaritmi që një ditë të dalmi para Allahut azza wa jalla? O hoxh, po thojnë, unë çdo se çka e thon këtu, pe njerëzve e ndëgjoj dhe tani e interpretoj këtu. Po thoj po na jemi të reja kur plak më mlombi, e unë ju kam thonë plakve para kamerës me thonë këtë fjalë. Jo, kur plak është lirisht shplohu. Çka jetu fol hoxh? Po, se misioni mbulesës tonë mëroj.
u krim ose kërkush nuk shy një plakë dhe nuk lakmonte një plakë. Qëllimi mbulesës është që ti, që shka thënë Allahu Azza wa Jall, wala tabarrujna tabarrujul jahiliyatil ula, mos shfaqni bukuritë e juaja, sikur i keni shfaqur ignorancën e mëhershme. Pra kryi misionin mbulesës, mbulosaja e re, oj muslimane. Oj muslimane, tu që Allahut Azza wa Jall, se mundet me të kap vdekja që shton, qka i dhue Allahut Azza wa Jall, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se do të ringjallni, do të dilni para Allahut ashtu që vdesni. Mëkati tjetër, i cili po na shkput zemra dhe copton mushkrit, është përngjashmëria me pabesimtarët. Pra, më kujtohet një rast, një Maqedone e Kumanovës, po kishte jetu shumë gjatë kohë në Australi. Shumë gjatë kohë. Pas disa vite, qatë shumë ishtë përmallu për këtë vend, edhe kishtonë kur të shkoj në Kumanova atje, ka me morë pjesë në darsmat e shqiptarëve. Pse? Thot se i bojnë shumë mirë darsmat. Ama jo që qoj ka të mendu se muslimanët hala e kanë atë kulturën e vjetër. Hala i bën disa darsma si ju ka hije. Edhe e kish realizuat ndër. Kur vjen këtu, edhe shkon të një darsëm. Thot, jo, kjo Maqedonke Kumanovës vëllah. Jo, thot, na i pas një shku, thot, edhe neve. Edhe neve ne pas një shku jo. Pa të inderuar i gjemat. Gjdo sen u ban, përvec se islam shumë pak po shohëmi, a krejt emnin e kanë të muslimanve, Allahu na udhëzot ja Rabbi. Pse po thua hosh për ngjashmëri? Po si mos të më nderuar. Kështu sot gjatë sezonit kush ka më shumë punë? Sallonet e ëndullimit. Po ndëgjoj që nuk ka vend në Kumanov, po detyrohen me shku në Shkup. Edhe më lart me termine, me nga një javë përpara, me zonë vend dhe rend për me ndresh frizurën. Sa është ajo frizurë? Me çka kam dëgjuar që minimumi 20 euro, wallahi kam të ndëgjuar e mos e provofsha kur deri në 200 euro. Një frizur me shku me bebo sepse ka një tubim apo një darsëm apo një manifestim apo diçka. Shtrohet pyetja, a thu vall, çfarë frizure ndreshet 200 euro? Pe e mormi mesatarën 50 euro. S'po shkoj të 200 në maksimum. Pa as minimum s'po shkoj, se shumë të varfra janë ato që shkojnë ka 20 euro. A thu vall, a ja vlen një muslimane, një motër, ka të gjendë është ka agjëruan, që a shumë frik e patëm Ramazanin. A ja vlen një motër, shkon dhe ta bën këtë mëkat. O hosh pa ato paragrave janë, pa e shohmi se sa janë paragrave. Pa i shohmi dashmët e sotit se sa janë paragrave. Që ato të flasim pak ma vonë. Pra, a nuk është kjo mëkat? A nuk është kjo harximi tepërt? A nuk është kjo gjuna? A nuk është kjo përgjithësi? Çka nesër para Allahut Azza wa Jall dhe të japë me llogari për pasurinë se e kemi fituar dhe pasurinë ku e kemi harxuar. Mëkati tjetër thot është se gjatë pregaditjes e përdarsëm nuk e din i gjori apo e gjora, i shkreti apo e shkreta, se me atë veshje që ka po e ban ajo, është në mallkimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Për me e bon frizurën sa më të mirë, po shkoj ke dikush edhe po i zgjat ke flokët. Pse? Me pas sa më shumë flokë, me bo kry sa më të madhe. Ka harru e shkreta hadithin e pejgamberit alayhis salam. Po pjesërisht për arsjetoj në atë, se asaj nuk i është interpretu ki hadith shpit vetë. Se tjetër kush në i ka morë dirigjencët e fesë. Edhe tjetër kush për në spjegon, për në i falsifikon dinin e Allahut. Edhe qka ban me atë flok i shton. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një prej mallkimeve çka e bëni, e mallkoi atë grua e cila i zgjat flokët e veta dhe ajo grua e cila u zgjat grave flokët.
i zgjat flokët e veta edhe ajo i cila u zgjat flokët. Për ata, ju tregojmë sallorën të undulimit. Nëse e bëni këtë mëkat, le ta dini se keni hi në hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "La'anallahu al-wasila wal-mutawassila." Allahu ka mallkuar atë të cilën i zgjat flokët dhe atë të cilën u zgjat flokët. Njëkohësisht edhe gratë të cilët i largojnë qimet nga fytyra e tyre, ose me një fjalë i hollojnë vjetrat e tyre. Këto pe bëj një koment pak të më të shkurtër, edhe më të qartë. Pra gratë kanë drejta që qimet cilët ju dalin në fytyrë plotësisht kanë të drejtë i hekin. Sepse originaliteti i fytyrës së gruas është me qenë pa mjekër. Pra nëse del në jo në vendin e vet, heket. Ku është mallkimi? Mallkimi është e vetullat. Ju lutem o musliman, nëse ndëgjon këtë ligjërat në një muslimane, o muslimane, mos i holloni vetlat se wallahi billahi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mallkuan me fjalën an-namisatu wal mutanamisatu. Allahu i mallkon ata gratë të cilët i hollojnë vetlat e tyre dhe ata gratë të cilët u hollojnë vetlat e tyre. E çka po du me po sqarimune, po du me po një sqarim se sa i ka hije gruas me mjekër, çaq i ka hije burrit pa mjekër. Sepse këtu është originaliteti. Allahu këtë fytyrë të burrit e ka po me mjekër. Mua më ka hije mu bo grue, çaq i ka hije gruas me bo burr. Sepse Allahu ka ditë me të kriju pa mjekër. Më kujtohet një rast, një burr një herë ishte rrujt edhe ishte ujdis, me lloj parfumi, me lloj soleja, nevia, kuj diçka, edhe ishte bo shumë bukurash. Edhe kishtë ashtë mja bo gruezet surpriz. Edhe kur kishtë shku në shtëpi, i kishtë thonë grues: "Ha grue, a ko këshëm bo tash super." Gruja kishtë kesh me cinizëm dhe i kishtë thonën: "Ko kështë bo si kur une." Do më thonë, pas ka hije o burr. Sa të ka hije o i gru me shtu mekër, qashtë ka hije o burr me hek mekër. Këtë dashtë ata sqaroj. Po, është një tjetër çështje. Nëse vetulla del qëton, në me dy vetullave, në gjitët vetulla me vetullën, pra këtu nuk e ka vendin. Në këtë vend ka drejta edhe burri edhe gruaja me hek, se ka dalë jo në vendin e vetë. Ama qëton originalitetin e vetë, sepse ka original bazë, nuk guxon këtu me prekën gruaja se burri jo se jo. Po, wallahi me sytë mi kam panë, për fat të keq, kove të fundi po shoh edhe burrat po i hollojnë ato vjetllat. La ilaha illallah thash në vete. Ta pash me sytë mi. La ilaha illallah. Po deri kur do të vazhdojnë të mëkate? Edhe bile e llogarit vetët kur gjosh shumë një farfetari. Edhe tha, lejtë asë unë i di këto punë më mirë, thash, i di, thash, super. Edhe shejtoni mallkume ditja gjë që Allahu e krijoi Ademin prej bartës dhe shejtoni e krijoi prej zjarrit. Mirë po, atë dituri që ka e pat me pasinceritet, Allahu e mallkoi dhe i tha, largohu aty ti je prej të përzanëve apo prej mallkumve. Pse? Sepse diturinë e pat me pasinceritet, i diti gjërat, si veproi gjërat, edhe Allahu e mallkoi. Edhe ato të cilët i din gjërat dhe si veprojnë gjërat, le ta dinë se janë në ndëshkimin e Allahut, Allahu në ribetin e. Qetri mëkat është parfymosja e gjinis femërore. Një ditë po i thom dikujt, ma sjell tash një shmink ose një parfum i cili nuk ka erë. Jo, tha, krejt kanë. Po mirë, Resulullah sallallahu alaihi wasallam ndaloi rreptësisht të dalin në xhami gratë të parfymosura. Në xhami nëse jemi nisën dhe e parfymos është haram. E ku me shku në darsma apo në vendet të cilët Allahut i bëhet vazhdimisht gjuna. Tjetri mëkat, i cili jo më shumë më larg se pram, i cili na i lodhi shpirtin dhe zemrën, ishte muzika. Qa për fat të keq, muslimanët e kanë bë ushqim pjesë të jetës muzikën. Bile
dikush i po thot, unë as gjumin se ne baj pa muzikë. La ilaha illallah. Wallahi me pas ko isha gjanu shumë këtë çështje. Por le ta dim se muzika është një prej harameve të cilët ka tregu Allahu në Kur'an dhe e ka cek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për ata Allahu azza wa jall thot në Kur'an: "Wastafziz man istata'ta minhum bi sautik." Dhe me atë alarmin e zërit tënd mashtroje atë që mundesh prej tyre, sepse zëri i shejtanit është alarmi me muzikën. E kështu që Allahu azza wa jall ka treguar se muzika ka zon i shejtanit. Edhe për fat të keq, muslimanët nuk e bojnë asnjë takim, asnjë manifestim, asnjë gëzim, asnjë aheng pa muzikë. Bile, kohën e fundit, që atë e pasha dhe me sytë e mi, mos pafsha më kur. Kohën e fundit po marrin edhe daull se s'po mjafton muzika me zmadhus të mëdhoj, nuk po mjafton muzika me DJ-a, 3G-a, çka ishin ato, nuk e di, nuk po mjafton do kejt, edhe daulli mu kon aty, edhe surja mu kon aty, edhe kejt, edhe në fund çka po thojnë? Ne darsëm kemi s'kemi dek, la ilaha illallah. Dhe më dhënë, darsëma pa muzikë nuk bëhat. Si mbas të atinve. Por, mos harrojnë se Allahu azza wa jalla thot në Kur'an: "Wa minan nasi man yashri lahu al-hadithi li yudilla an sabilillahi bighayri ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adhabun muhin." Ka prej njerëzve që blejnë tregime boshe e me qëllim që të i largojnë njerëzit prej rrugës së Allahut me pa kur farfakti. Kur e ka komentuar Ibn Abasi, Ibn Mesudi, tabiin krejt në përgjithësi, kur e kanë kuptuar, kur e kanë komentuar fjalë boshe, e kanë qëllim për muzikën apo për këngën. Se dikush që thotë, tu është mbytje vetëm kojka, e cila ka kahje dashurie, ama instrumentet nuk ka gale se nuk kanë kahje dashurie. Këto janë filozofia të kalbura të bëruara nga shejtani i mallkuar. Pra fjalë boshe, këngë e tjera të nxit për punë të kota, edhe e dyta muzika e cila ja heshon fjalën atje boshe. Haram, bile, po thonë që muzika, s'kemi argument për muzikën. Jo, për dikonin s'kisht argument edhe për alkoholin. Para disa ditëve, po e ndëgjoj një të ashtë të quajtër dreq hoqë. Nuk ka hoqaj, dreq hoqë. I cili thot se alkoholi nuk është haram. Allah i se ka po alkoholin haram. Po vështë nëse e të pronë Allah i ka po haram. Këtë që si o qëllar kemi, në thojza, se për qërë thuj sa dush. Ne i thujmë atinve, jo, ju keni drejta çdo sa me thonë që s'ka ban edhe s'ban. Por, le ta dim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë në një hadith, se me 3 njerëz nisë zjarmi i xhehenemit. I pari prej tyre është dietari i cili u është dhënë dituria. Në ditën e kiametit do të pyetet, me çka bëne me këtë dituri të cilat të mundsu ti? Ai do të thotë, o Zot, ata e kap sikletin dhe gojla dhe stresi edhe e shef zjarmin e xhehenemit para vetë. O Zot, do të unë e spjegova fen tënde. Allah do të i thotë, rrejte! Ke dhëbt! Ke gënjejt! Ke thonë me këtë dituri për me marë lavdata dhe me arritën poena. Për që dhe, edhe more lavdatat e tua, tash urdhnove mere xhehenemin atje. Allahu na ruaj xhehenemit. Për ata, ka shumë të flitet për muzikën. Hoxhallar kanë folën, veç disa ndine. Edhe me këtë përdal për muzikës, se shimin muzikë, më falni, për temës muzikës. Pra, me këtë përdal, me fjallën e Hasan al-Basriut, rahimahullah, ku thotë se ky ajet ka zbritën për muzikën dhe instrumentet muzikore. Ka fjallë Hasan al-Basriut. Ata shumë më mirë se ne kanë ditën.
edhe kanë kuptuar Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe se muzika është dërguesi apo shpirësi kryesor deri te çështja e amoralitetit. Ajo që është më e dhimbshme se kjo është se po hasim në hoxhallar të cilët po thonë se muzika nuk është haram. Edhe tani mas ata tjerë minses po presin se filan hoxha kishte thonë se muzika nuk ishte haram, hajde më shpejt shkojmë në muzikë. Por unë po ja them që këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati qaumun yastahilluna al-harra wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Këtë hadith e ka transmetuar Imam Buhari. Imam Buhari. Çfarë thot? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se do të ketë popull, do të ketë njerëz nga populli im, nga ummeti im, do të ketë njerëz nga ummeti im, të cilët do ta bëjnë halal zinan, al-harra wal-harir, mëndafshin, wal-khamra wal-ma'azif, edhe alkoholin, atë që ka pak më herët, edhe alkoholin do ta bëjnë halal. Edhe në fund, edhe muzikën do ta bëjnë halal. Para mendo, pejgamberi alayhis salam këto i ka cek me një hadith. Zinan, mëndafshin, alkoholin, edhe muzikën. Krejtët me një vend i ka rënditën. Edhe dalin të shëqyuajtërit e lartë përmendur, thoi se nuk kemi argument. Po, është e vërtet që s'ka argument për to. Pse? Sepse janë verbuar nga argumentet e Allahut dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tjetri mëkat i cili bëhet në darsma është përzierja. Përzierja në mes gjenive. Me pretendencën se nuk kemi jabanxhi. Na imi këtë tondë. S'kemi jabanxhi, na si na rujt kur. Kur si na prujt na. Pleshtë tonë gjithmonë i shikon të vllazni bashkë atje, 77 plaka që më herët, e tash tani na këtë vllazni nipa ose nipa. O i nderuar, ki din kjo fe i ka lënë kufit e vet. Apo e shohmi se luftat më të mëdha në botë po bëhen te kufit. Pse? S'pe e jep njëna tjetrën. Asnjë pllom s'po lëshon. Asnjë pllom s'lëshon. Pse thot e jemja është. Edhe e mbron, me çdo çështje e mbron kufinin e vet. A kufit e Allahut azza wa jall ne vazhdimisht i shkelim edhe fare dert nuk e kena. Ka shumë të vlitet rreth saj. Po veç ti sembi them, se vallahi me uçut partet tonë edhe me na pasë si janë të përzim gjinitet tona, mashkullit dhe femrat, ata do të thojnë jo, këto nuk janë nipa dhe mbesat e tona. E çka më e keqja? Çka më e keqja? Se shumë normal ju doket. Bile nuk ju doket normal me nejt burrat veç, gratë veç. E tani mas prit e maje mëkatin edhe pasojnë edhe tjetërën. Mëkati i parafundit, ato ka shumë, po unë veç ka po më lodhin, është edhe fotografimi ose inqizimi. Për ata, plotësisht kemi drejt të thojmë që është haram të shkohet edhe pse janë vetëm gra. Pse? Nëse aty është muzika, nëse aty është lakuricia, nëse aty është fotografimi, kush të garanton ti se nuk fotografohet familja jote edhe sot mashallah, kush s'ka fotografim, kush nuk ka aparat që fotografon apo telefon, edhe nuk del në Facebook apo në për mjetet e informimit të përbot. Kush të garanton? A ne jemi të detyruar që ta mbrojmë nderin dhe familjen e tonë. Kështu që një prej gjunaheve të cilët na lodhen është edhe çështja e inqizimit apo e fotografimit. Duhet të pas kujdes vëllezër. Wallahi, di raste të lloj-llojta, të cilët kanë ndodhur shkak një fotografie me cilën e kanë marrë dhe e kanë shkëput atë fotografi. Ndoshta ajo çiçajka ka qenë shumë e pastër në qëllim, ama pasoja ka qenë e madhe, se me programet e sotit bën lloj-lloj çuditëre. Kanë marrë fotografien, e kanë shkëput, e kanë ndajë dhe e kanë shpërndajë dhe bile e kanë shantazhuar dhe kanë kurzuar dhe shumë raste ditë të tilla. Për ata Islami i ka mbrojtën
i ka mbrojtë të çështje, pra mos bim to se nëse ja kthejmë fes Allahut Azza wa Jall shpinën, le ta dim se mund të hasim pasoja të mëdha. Mëkati tjetër është dhe i fundit. Nuk do më thonë që s'ka tjera, po unë që e kam shkëputër, është ajo që ka ma kalohë shpirtin, këtë e kam dëgju më se pafsha kur, se në fund ndarësëm aty, nëse janë të ndamë gjinit, mashkujt në veti, gratë në veti, ishtë, s'po thonë burat, mashkujt, jo rastisht për thonë fjallë mashkujt, se burat s'bojnë si darësma. Mashkujt veti, gratë në veti, në fund për e mirshin dhondrin me shtite nusja. Sigurat gjelin nërpula. Edhe plus, të i thonë do shpreje që ka po vjen turp para kamerës edhe para juve, me i thonë se shka po thyqin aty. Audhu billahi mine shejtani rajim. Edhe ai qiqoni, të të mëndu se jam të bo komedi, qëfar punë unë të madhe. Se që ndodhi një rast shumë afër se ceki, mas një mujt, nusjare me duvak lindje. Hajde për hajtash. Unë tash e di që MP3 dhe teknologjia avancur shumë, ama pse avancohet edhe në lindje, për një muj lind fëmija se kisha ditën. Edhe kështu që edhe ky mëkat po ndodhet te muslimanët. Pse? Vetëm me bën diçka interesante që se kanë bën qert. E lusmi Allahun Azza wa Jall, që Allahu subhanahu wa taala të na vëdison of vëllezër. Unë e di se këto gjëra ju të keni dini. Keni ndëgjuar dhe keni pa, e di. Por e kem për obligim në hoxhallar me rikujtuan këtë ummet, sepse është përgjegjësi para Allahut Azza wa Jall dhe nesër do të japmë llogari para Allahut subhanahu wa taala. Dhash Allahu Azza wa Jall vëdësim në këtë popull, Allahu na ruajtet nëse Allahu e ka vendos me çudën isprov, neve Allahu na mbrojtë te Rabbul Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Vëllezër, këto çka i cakëm baharat kanë pasojë. Pasoja kryesore është se krejt që to e rrezikojnë imanin. Nuk janë çështje të lehta. Ne mendojmë se janë të lehta, por te Allah janë shumë të mëdha. E më kryesorja është se nëse këto bëhen këtë formë, atëherë ne i kemi përngjajtën të tjerëve, ku Allahu Azza wa Jalla në Kur'an. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Kjo është rruga ime e drejtë. Ndjekni këtë rrugë. Mos ndjekni rrugisat e tjera. Fatafarraqa bikum, dhe mund të ndani dhe të përshani nga rruga e Allahut Azza wa Jall. An sabilihi dhalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun. Kjo është porosia, amaneti i Allahut që ne mos të i shkëputmi rrugës Allahut Azza wa Jall. Pra ata, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur na tërheqi vërejqen për nga përgjithshmëria, nga mërzia që ka e pat, e tha një fjalë shumë të madhe, e këtë fjalë, e me siguri keni ndëgjuar, por për jo përsëris vllau juaj, që nesër për Allah të jemi për zhlau. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë, këtë hadith e transmeton Imam Bukhari dhe Imam Muslimi, la tattabi'una sunana alladhina min qablikum shibran bi shibr wa dhira'an bi dhira' hatta law salaku jahr al-dhubbi lasalaktumuhu qalu al-yahud wa an-nasara qala faman. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga mërzia që ka e pat tha, keni për ta ndjekur rrugën e atyre të tjerëve, plam pas plombi, hap pas hapi, por derisa ata nëse do të hinë në vrimën e hardhucave, jo keni me shku mas tine në vrim të hardhucave. Të pranishmit i thanë, oj dërgumi Zotit, e ki për qëllim që kemi me përgja, kemi me ndjek, kemi me shku pas hapave të krishterëve dhe qifutve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po mas kuj tjetër. Mas kuj tjetër. Qysh o vëllezër lejojmë ne me këtë kulturë të madhe, qoftë fetare, po besa qoftë edhe kombëtare, të cilët jemi të pasur dhe të mbushur dhe të mbushur me kulturë të mirë, tonën, pse ne shkojmë dhe i mormi të tjerat? A të valë, a qaq s'po kemi zon edhe fuqi që me bon pak ndryshime në familjet e tona? A të valë, a qaq kemi bon dopt që po kemi frik edhe zëri me ngrita? A të valë, a qaq ato janë bon trima që ato pe arrin çdo qëllim vetin e aty s'm pjo prish as një mëkat e kështu me radhë. Pra kujdes vëllezër se wallahi para Allahut Azza wa Jall është përgjegjësi. Wallahi është dhimbje për familjet e tona se ne i dojmë ato,
ata janë vëllezërit dhe motrat e tona, ata janë prindë dhe nënat e tona, ata janë nën hijen shka bashkarisht e rigje agjeruam, bashkarisht e rigje iftar banëm, sot ne qëndrojmë shtëpitë tona, ata janë të shfërnuar në për restorante të ndryshme, duke e bën çdo mëkat Allah Azza wa Jall, vetëm për të i shfryer epshet e tyre. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kundërshton të tjerët në çdo aspekt, qoftë në adhurim, qoftë në ushqim, qoftë në veçmbathje apo çka do qoftë, sepse e dinte se nëse shkojmë pas hapave të tyre, mund të ndikohemi në kulturën dhe fenë e tyre. Kjo ndodh kur të muslimanët hub xhelozia. Do të kisha pas dëshirë shumë që me fol për xhelozien, është një temë shumë e gjatë, por veç një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi alaihi salatu wasallam thot: "Inna Allaha yagharu wal mu'minu yaghar wa ghiratullahi an ya'ti al mu'min ma harrama Allahu." Allahu Azza wa Jall thot se Allahu Azza wa Jall është xheloz. Allahu xhelozon. Edhe besimtari xhelozon. Xhelozia e Allahut Azza wa Jall është kur të shkelen rregullat, argumentet e Allahut Azza wa Jall. Allahu xhelozon kur ta bash ti haramin, se po him pe e bën një çështje që ka ndaluar Allahu Azza wa Jall. Por Allah janë shembuj më të lartë. Por nëse është një rrugic, një kaje dhe ka shenjë aty, shteti e ka nuat shenjë, ndalohet hyrja, edhe ti hin me kerr aty, sa do të xhobitesh? Ose te kalon shpejtësinë, sa do të xhobitesh? Pra ne apo them, për Allah një shembull më të lartë, mos thon dikush se hoxha për ngjajt, hasha lillah. S'bën për gjashmëri, por për me afru kuptimin e fjalës. Sa xhobitesh? Nëse e shkel një rregull shtetit, sa xhobitesh? Pa thu rregullin e Allahut Azza wa Jall. Pra Allahu xhelozon, Allah është xheloz dhe xhelozon. Po njëkohësisht edhe besimtari duhet të xhelozon. Duhet xhelozon kur ta shef familjen e vet në atë formë. Duhet të ta ketë kujdes dhe duhet me bën diçka që me ndryshon gjendjen, se Allahu nuk e ndryshon gjendjen një popullit përderisa ata mos ndryshojnë veten. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Thalathatun la yadkhuluna al-janna abadan." Tre njerëz janë që kur to nuk do të hinë në xhennet. Abadan, kur? Ka thënë ja Rasulullah. Kush janë ato? Pejgamberi alayhi salatu wasallam thot: "Ad-dayuth." Dayuzi. Nëse i referohemi pak gjuhës të ëmbël shqipe më hershme, për cilën kena pas gjuhë shumë të ëmbël dhe të mirë, por kanë ardhur disa çka ala vjomin e tyre prej Beogradit së Beshkrin, edhe ne kanë ndryshuar disa gjëra. E një prej gjuhës tonë të ëmbël e kena pasur në fjalën dayus. Çka është fjala dayus? Hoq, po na s'podojmë, na pe Turqie dhe pe Arabie me na për fjallë. Po ti shka ki sot Shqip në shtëpinë tënde? Çka ki prodhim Shqip sot në shtëpinë tënde? Pse kur po vëmë diçka për fenë e Allah, po duhet s'pedojmë pe Turqie dhe pe Arabie? Na thojmë, ajo çka është interesin tem fetar, unë e marr edhe pik. Çka fjala dejus? Të partë tonë kanë përdorën. Dejus i ka thonë ai i cili për një men nuk ka xhelozin fenë e vet. La ilaha illallah, çfarë komenti të mirë i kanë dhënë pleshët e tonë, Allahu i pas mëshiruan, gjërat të vahshme. Pra ata pejgamberi alisam tha, kush janë u pyet, tha kush janë dejus? Tha dejusat është alladhi la yubali man dakhala ala ahlihi. Dejusat është ai i cili nuk e ka dërt se kush po hin te familja e vet. Apo e shef? S'kemi japanqina. Po pe kaj tje për zotri, po në stërgjishja jote me stërgjishën temi ishin paskon në qikmi që atje. Na e në tonë t'jemi na. A une me pas ko me i tregu rrasë se shka ndodhin mrena fatalitetet në familje, jo ideje nuk e keni. O dini Allah t'i ka ditë më mirë të gjëra, edhe pik. Mos bëhemi na më të meqër se fjala e Allahut dhe udhëzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, si të dalim nga kjo situatë? Çish me dal, çka me bën? Me këtë pe përfundoj me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e transmeton Ebi Said al-Khudri radhiyallahu anhu, thotë se kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Men ra'a minkumul munkara falyughayyiru bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, wa in lam yastati
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Pra Ebi Said al-Khudri thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kush e shef një të keqe për juve, le ta ndron me dorën e vet. Le ta ndryshon me dorën e vet. Nëse s'mundet me dorën e vet, me gojen e vet le ta ndryshon. Nëse s'mundet edhe me gojen e vet me ndryshuan, të paktën le ta ndryshon me zemrën e vet, le ta urren. Dhe kjo është nga dobësia e imanit, sepse keve i dop me dorë dhe me gojë, të paktën ndryshoj me zemrën tënde. Lusmi Allahun Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall ta ndryshon gjendjen tonë ya Rabbal Alamin. Mirë po, një dietar i famshëm islam ka thonë këtë fjalë: aqimu dawlat al-islami fi qulubikum tuqamu ala ardikum. Ngritni islamin në zemrat e juaja, islami ngritet në tokën e juaj. Përderisa ne nuk e ndryshojmë veten, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Është e vërtet që Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli përderisa ai mos ta ndryshon vetin e vet. Lusmi Allahun Azza wa Jall që Allahu të na ndryshon nga kjo gjendje Rabbul Alamin. Allahu Azza wa Jall nga mëkatet të na largon. Allahu Azza wa Jall ka mira të na afron. Allahu Azza wa Jall familjen tonë ta udhëzon. Allahu Azza wa Jall familjarët tonë të i vetëson. Allahu Azza wa Jall nga të këqijat të na mbron. Allahu Azza wa Jall të gjithë nga kjo botë me iman të na ndon, gjithëve me Jannatul Firdaus të na dhuron. آمين آمين وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.